Siria e njeh shtetin e Kosovës. Këtë lajm e dha presidentja Vjosa Osmani, e cila po qëndron në Riyadh të Arabisë Saudite që disa ditë, e ku ka pasur takime goxha të rëndësishme. Osmani ka falendëruar princin e kurorës së mbretërisë së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salmanin, duke shkruar se princi Salman e ka botëmëshëm këtë akt historik. Absolutisht një njohje e mirëseardhur. Siria pas Asadit është një aleate e SBA-s, perëndimit Arabisë Saudite e Turqisë. Me një logjikë të thjeshtë, i bie që aleatit tonë është aleati jonë. Për këtë njohje ka merita edhe presidentja Osmani, duke që ka qenë një insistim i saj personal për këtë njohje. Para disa muajve takoi fillimisht Al-Sharan e Sirisë në Antali me ndërmjetësimin e Erdoganit, ndërsa sot e mori njohjen nga Siria me ndërmjetësimin e Salmanit. Duhet me dhënë një kredit për mënyrën se si Osmani ndërton miqësi. Për shembull, në Arabi Saudite nuk ka shkuar vetëm me këshilltar. E ka marrë një njeri shumë të rëndësishëm për atë pjesë të botës. Osmani e mori miftiun e Kosovës, Naim Tërnava në delegacion dhe e futi në takim me Salmanin, një lëvizje mençur e Osmanit. Duke pasur parasysh kontekstin saudit, pjesëmarrja e Tërnavës është edhe një mundësi tjetër për diplomaci personale. Mbi të gjitha, pjesëmarrja e Tërnavës është përpjekje për me ndërtu fuqinë e butë Kosovës në Arabi Saudite, pra me fuqizu imazhin tonë në këtë vend tepër të rëndësishëm të lindjes së mesme. Bravo presidente për këtë lëvizje diplomatike.